e Koresë, në fillim kur I kena pa kena thonë diçka nuk kanë rregull se shumë lirë. Mbasi nuk janë lirë, që tha kolega, ndoshta nuk janë cilësi. Edhe na e kena pas këtë dyshim. Kur e kena marrë, e kena analizuar, nuk kena mujt kur gjë me gjetë që ka dallim këto kere për kereve të Evropës. Tash, për mos me marrë për fjalë, keret këqija ka në Kore, po keret këqija ka edhe në Evropë. Veç ideja është, kur e zgjell, kur e rekomandon, me ditë me zgjell kerën e mirë. Kështu që... Pse dallon çmimi, pra ma si s'ka kufar dallimi prej kereve të... Po, për përsëri ti Edhe pse theti që ato vetura janë të prodhume në Evropë. Po, veturat janë prodhume në Evropë. Pse kanë dallim çmim, pra? Po, kanë dallim çmim nëse ai ushku është eksportuar në Kore. Po, se në treg të Koresë këto vetura nuk po shiten, s'ka kërkesë. Pra në Kore nuk po shiten. Kur nuk shiten, legji I ekonomisë është, s'ka kërkesë, bjen çmimi. Tash kur po bjen çmimi, edhe duhet me qenë shumë të qartë. Nuk janë krejt kerët lirë në Kore. Kerët që janë prodhume deri vitin 2018-19 janë ma lirë. Nëse merrni me kështu kerën 2020-sha, 21-sha, nuk janë krejt ma lirë. Ka edhe ma shtrejt, ka edhe me çmim të njëjtë që janë çaty për çaty. Janë ma lirë, po jo shumë. Po, çaj. Sa më vjetër, diferenca më e madhe. Për shembull, një kerë 2500 ndodh që në Kore gjin me gjysmë çmimit krahasë me Evropën. Po kuptar, për shembull, nëse 20.000 kushton në Evropë, një kerë ndodh që 10.000 gjin në Kore. Këtë kjo për shkak të standardeve edhe të kërkesës që ata me ble kerë të reja sa ma shumë për këtë punë domethënë. E tash për mi marë, Valon, tash vazhdoj ti që të pjesën e kësaj se a u bo trend me ble veturat Koresë për shkak të çmimit apo është cilësia për një më? Po për shkak të çmimit edhe cilësia është e njëjtë. Se çaj kerë që prodhohet në Evropë, shkon në Kore, kthehet në Evropë, edhe prapë po del më I lirë se ky Evropës se ka vuni xhiro deri në Kore. Kështu që trend është shkaku I çmimit, cilësia është e njëjtë. Sigurisht.